Përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhët te një video e re. Sot ne po eksplorojmë përsëri atë shtëpinë e vetes që kemi eksploruar para 2 vitesh. Unë atëherë një premtova se nëse arrinja 180 vjusa ose më shumë, kisha për të bërë pardyshin që do shkonim në Bodrumi, që është atje, dhe në katin sipër. Shtëpia siç e shikoni është e rrëzuar. Këtu bile s'ka lindur e disa shenjë të vegjël. Siç mund të shikoni. E ka rënë nga të gjysma shtëpisë. Jam me shokët si. Edhe sërish, si videon e fundit, unë përsëri po mbledh dru për ditën e verës. Siç mund ta shikoni. Tani si fillim do shkojmë në Bodrum, pastaj do ngjitemi lart. Shtëpia ka shumë rrezik sepse është digur te tejre. Edhe është shumë e rrezikshme. Okej. Ka rënë çdo gjë këtu poshtë. Edhe çatia ka rënë këtu në Bodrum. Ta shikoni këtu. Okej. Prit. Ta hapim flashlightin. Ky ka qenë si pun dollapi i madh, por dy me është prishur. Ç'më ta shikoni këtu. Okej. Tani të dalim këtu. Nëse do një video të tjera si kjo, bëni like, subscribe, comment. Shkesa e bubi bukur. Okej. Kjo është ajo dhoma këtu që lexonte. Besoj se e mbani mend. Dhe këtu ka rënë ndyshe meja i gjitha. Dhe do ngjitemi lart tani, siç e kisha premtuar. Shkallët janë shumë të rrezikshme, janë të kalbura. Shkoni si janë. Do bim, do vdesim këtu. Okej, ja dolëm, unë gjitëm lartë. Si mund të shikoni? Po. Si mund të shikoni këtu? Tavoline. Ka rënë edhe çatia biles. Dhe këtu është një si pun balkoni vogël. Okej. Në të ngjitemi këte në kjo dhoma këte pjesë. Ose prit të kalojmë mirë këte pastaj ende. Këtu dyshemeja është e kalbur dhe çatia ka rënë, kështu që këtu duhet të bëj kujdes. Këtu më përpara ka patur një krevat, këtu mos gaboj. Disa komodina këtu, po nuk e di nga kam vajtur. Siç më ta shikoni. Okej. Tani të ngjitemi këteja. Okej, unë gjitëm këte. Këte pas ka vetëm bimë. Ta shikojmë punon dera pas 100 vitesh. Gati. Këti kanë rënë shumë gjëra. Çfarë mund të ishte kjo dhomë? A dhe se ti. Këtu është me pamje nga qielli. Kisha katedrales. Unë do të bëj shumë kujdes sepse një hap i gabuar dhe mund të përfundoj poshtë. Këtu nuk kalojmë dot siç e shikoni. Dhomë tjetër. Kjo besoj të keq qenë banjë se lavaman. Edhe kjo pjesa këtu që bëhet boliri. Edhe kjo me pamje nga qielli. Shikoni. Ajo është e dhoma ku kishte atë dollap në madh, po ta mbani mend. Okej.
Më thrasin shokët. Okej. Edhe këtu ka rënë, si që mund ta shikoni, nuk ka siguri që të ecë. Thjesht po e tregoj grafitit. Okej. Edhe këte nuk kanë siguri që të ecë. Si që shikoni ka rënë. Edhe ande ka rënë gjithë dyshemeja. Dhe këtu poshtë. Unë ju premtova nëse vinë një mash, do eksplorojnja dhe arritëm, edhe erdhëm. Ja ku jemi. Në video të tjera si kjo, bëni like, subscribe dhe comment dhe shihemi video tjetër.